Prej disa javësh, dosja Epstein ka filluar të përndjek politikën amerikane, veçanërisht administratën e presidentit Donald Trump, i cili po përballet me presion në rritje nga përkrahësit e tij për më shumë transparencë mbi çfarë përmbajnë hetimet ndaj pedofilit Jeffrey Epstein. Vetë Trump i ka pranuar se emri i tij ndodhet në dokumentet e paklasifikuara që lidhen me hetimet për Epstein, edhe pse theksohet se përmendja nuk përbën provë për ndonjë veprim penal dhe ai nuk është akuzuar zyrtarisht për ndonjë përfshirje në krimet e Epsteinit. Në hetime u përfshin një numër i madh dokumentesh, përfshir intervista me viktimat dhe dëshmitar, si dhe materialet konfiskuara nga pronat e tij. Gjithashtu, u zhvilluan hetime edhe ndaj bashkëpunëtores dhe ish-partneres së tij, britanikes Ghislaine Maxwell, e cila u dënua në vitin 2021 me 20 vite burg për trafik seksual të miturave. Në vite janë publikuar disa grupe dokumentesh. Në janar 2024, u bën publike mbi 1400 faqe të materialeve hetimore, ku përfshihen edhe deklaratat të vet Epsteinit dhe Maxwellit, por këto nuk zbuluan ndonjë informacion të ri për aktivitetin e tyre apo bashkëpunëtorët. Pas marrjes së detyrës nga Trumpi në shkurt 2025, Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe FBI publikuan fazën e parë të asaj që e quajtën dosjet e deklasifikuara të Epsteinit. Në këtë publikim, prej 341 faqesh, shumica e informacionit ishte tashmë i njohur, përfshir regjistrat e fluturimeve me avionin privat të Epsteinit dhe një version të redaktuar të librit të zi të kontakteve të tij, ku figuronin edhe emra të njohur publik. Në korrik, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI njoftuan se nuk do të kishte më publikime të reja, çka ka zhgënjur shumë nga përkrahasit e presidentit Trump që kërkojnë më shumë të vërteta. Gazeta Wall Street Journal raportoi se emri i Trumpit është përmendur në dokumentet të paklasifikuara, gjë që ai e ka konfirmuar vetë. Shtëpia e Bardhë ka dhënë mesazhe kontradiktore. Zëdhënësi Steven Chung e quajti këtë lajm të rrem, ndërsa një tjetër zyrtar anonim i tha Reutersit se administrata nuk e kundërshton faktin që emri i Trumpit është aty. Në dokumentet e publikuara gjatë vitit 2024 janë përmendur 10 figura të njohura si miq, bashkëpunëtor apo edhe viktima të Epsteinit, përfshir princin Andrew, ish-presidentin Bill Clinton dhe këngëtarin Michael Jackson. Asnjëri prej tyre nuk është akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim të lidhur me Epsteinin. Spekulimet rreth një listë klientësh të mundshëm të rrjetit kriminal të Epsteinit janë të shumta. Shumë në rrjetet sociale kanë pretenduar se ekziston një dokument sekret që përmban emrat e figurave publike të përfshira drejt për drejt në abuzime. Megjithatë, në korrik 2025, Departamenti i Drejtësisë dhe FBI deklaruan se një listë e tillë nuk ekziston. Megjithatë, deklaratat më hershme nga prokuroria e përgjithshme Pam Bondi kanë krijuar konfuzion. Në shkurt ajo deklaroi në një intervistë për Fox News se lista është në tavolinën time për të shqyrtuar. Më vonë, zyra e saj sqaroi se ajo po i referoi dosjeve në tërësi dhe jo ndonjë listë klientësh të veçantë. Trump dhe Epstein ishin miq për disa vite në vitet e 90-ta dhe në fillim të viteve 2000, duke frekuentuar të njëjtat ambiente elitare. Emri i Trumpit figuron në librin e zi të Epsteinit dhe është përmendur në regjistrat e fluturimeve me avionin e tij. Ata janë fotografuar bashkë në disa evente dhe raportohet se Epstein ishte i ftuar në dasmën e Trumpit me Marla Maples. Në një intervistë të vitit 2002, Trump e përshkroi Epsteinin si një djalë të mrekullueshëm. Më pas, Trump tha se kishin ndërprer kontaktet në fillim të viteve 2000, përpara arrestimit të parë të Epsteinit. Sipas shtëpisë së Bardhë, Trump e përjashtoi Epsteinin nga klubi i tij për sjellje të papërshtatshme. Ndërkaq, gazeta Washington Post ka sugjeruar se mosmarrveshjet mes tyre kishin të bënin me një konflikt për pronat në Florida. Në radhë televizjes MAGA, shumë besojnë se shteti amerikan po fsheh të vërtetën rreth Epsteinit. Teoritë konspirative për një rrjet të fshehtë pedofilësh në nivelet më të larta të pushtetit kanë fituar popularitet, veçanërisht pas publikimit nga llogaria e fshehtë që, pavarësisht konspiracioneve, edhe publiku më i gjerë kërkon përgjigje. Pse Epstein mori një dënim aq të butë në vitin 2008? A veproi vetëm apo në bashkëpunim me të tjerë? Si arriti të vrasë veten në një burg federal me siguri të lartë? Presidenti Trump, i cili dikur premtonte për të zbuluar gjithçka, tani është në pozitë të vështirë përballë mbështetësve të vet, që nuk e besojnë versionin zyrtar. Ndërkohë që shumë pyetje mbeten pa përgjigje, dosja Epstein vazhdon të trazojë politikën amerikane dhe opinionin publik botëror.